Ja disa prej argumenteve që Allahu subhanahu wa ta'ala është i lartësuar mbi arshin e tij. Pra, kjo është një prej temave që pasues e dyshimeve hedhin dyshime dhe thonë që Allahu është në çdo vend. Apo lejse lehu mekan, nuk ka Allahu vend larg asaj. Në ajete të ndryshme, në surën Yunus, në surën Furqan, surën As-Sajda, Allahu subhanahu wa ta'ala në surët të ndryshme e ka qartësuar që është i lartësuar mbi arsh. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Me të vërtetë Zoti juaj Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën brenda 6 ditëve. Thumma istawa 'ala al-'arsh, pastaj është lartësuar mbi arsh. Istawa 'ala al-'arsh. Pasues të bidatit istiwan janë ndryshojnë kuptimin, e bojnë tahrif. Edhe thonë është isti'la. Esharit, Maturidit, Jahmit, fraksionet të ndryshme e ndryshojnë këtë pjesë. Edhe në vend të fjalës, në vend të kuptimit, istiwa, pra që Allah është lartësim, thonë që është për qëllim zotrim. Allahu subhanahu wa ta'ala, pra në shumë sure, ka thonë, pastaj në ajetin tjetër, Allahu thot, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah ka lartësuar qiejt pa shtylla dhe ju e shihni atë. Thumma istawa 'ala al-'arsh, pastaj është lartësuar mbi arsh. Po ashtu Allahu thon surën As-Sajda, kjo është në Furqan që përmend. Thumma istawa 'ala al-'arshi, pastaj është lartësuar mbi arsh. Pastaj po ashtu Allahu thon surën Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allahu i gjithëmëshirshëm është lartësuar mbi arsh. Ma herët e përmendëm logjikën. Me çfarë thojnë ata? Isti'la, që është lartësuar mbi arsh. Istawa thojnë ka për qëllim zotrim. Dhe kur ka krijuar Allahu qiejt dhe tokën, e ka sunduar arshin. Edhe me logjik është krejtësisht për të habitur. Se edhe logjika e kundërshton këtu. Pra ne nuk e kemi referencë në sifatet Allahut logjikën. Por me që ata me logjik e argumentojnë këta dhe japin përparësi, pastaj mundohen gjuhën arabe me thonë që është për qëllim bizotrim kjo, mirë po gjuha arabe është e qartë. Për këta Allahu ka thonë e kem zbrit Kur'anin në gjuhën pastër dhe është e qartë. E thënë kjo ka qartësimet që bojnë ehli suneti është se gjuha arabe është e qartë. Duhet t'i kuptojmë cilësitë që është për qëllim gjuhën arabe, jo më ndryshu kuptimin. Çfarë thonë ata? Allahu e ka kriju tokën dhe qiejt, pastaj e ka mbisundu arshin, e ka zotru arshin. Dhe pyetja logjike është, arshi ka qenë i krijuar më herët. Arshi ka qenë i krijuar para tokës dhe qiejve. Tani me që ju po thuni që e ka zotru arshin apo mbisundu arshin, a nuk pas ka qenë i zotruar arshi më herët para krijimit tokës dhe qiejve? A nuk pas ka qenë arshi i krijuar në zotrimin e Allahut? Sigurisht se arshi ka qenë i zotruar nga Allahu, edhe para krijimit tokës dhe qiejve. Pra nuk përkon as me logjik. Apo siç thon, dora e Allahut në Kur'an është për qëllim fuqi. Çfarë ti bëjmë në ajetit kur Allahu përmend që dy durë të Allahut? A dy fuqi pas ka Allahu? Pra nuk ke logjika e shëndosh është me ju bind fjalës Allahut edhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj shekhi e argumenton me një ajet tjetër, Sheikh Rabi Allah yarhamuhu, a amintum man fi as-samaa an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Apo japni vetes siguri nga ndëshkimi i Allahut që është mbi qiell. Fi bjen në. Fi as-samaa me përkthy bukfalisht në qiell. Mirë po, a keni pa kur thu jam fil ard në tokë? Ku je tani? Fil ard, në tokë jam. A jemi në tokë apo mi tokë? Pra edhe kjo lidhës apo pjesës fi, pra në qiell, nuk është për qëllim që Allah është në qiell, pa Allah është mbi qiell. Pra, sikur me thonë në tokë, ne jemi në tokë tani, fil ard. Po nuk jemi në tokë, po jemi mi tokë. A amintum man fi as-samaa,
Pra ai që është mbi qiell. E yakhsifu bikum al-ard, që apo jepni vetë siguri nga Allahu që është mbi qiell, që të mos jau yakhsifu bikum al-ardha, që t'ju përpi ju toka. Khasf i bën me përpi, me gëldit, shafitje tokës, me ju shkatru. Amintu men fis sama. Pra si me pranu kur shumë argumente flasin që ajo çka është lart është në qiell, ndërsa ajo çka është urt është në tokë. Dhe shumë argumente përmenden që fej'alu me lesfelina, përmenden argumente që gjëja e ulët e sufla është për qëllim tokë. Si me përshkrua Allahun që është poshtë, larg asaj. Prandaj, yakulun Allah fi kulli makan. Thon Allahu është çdo vend. Wala yastahiyun. Dhe nuk turprohen. Wa jarrahum hadha ila al-qawl bi wahdati al-wujud. Kjo i ka shtyë që më shku edhe në fjalë, edhe më tron që çdo sa është Allah. فالقول بأنه في كل مكان معناه أنه حال في كل مكان مخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يزعمون أنهم ينزهون الله فوقعوا والعياذ بالله في شر العقائد وأخبثها. Ata pretendojnë që e kanë pastruar Allahun nga përgjasimi, duke se këta çfarë dyshimi kanë. Thonë nëse themi që Allahu është i lartësuar mbi arsh, ne i përgjasojmë krijesës. Edhe kanë shpif për Ibn Taymi, një nga shpifjet është kur thonë që ne themi që është ulë në arsh Allahu. Allah i na ruaj. Askush nga ahli sunetit nuk thot